Hello, hajde tani të bëjmë një pastrim këtu për jashtë të këtij dekut, sepse duket sikur pranvera s'ka për të ardhur kurrë. Jemi mërzitur me këtë dimrin e stërgjatur, por më në fund na erdhi maj dhe shpresoj që do jetë koha më e mirë dhe do filloj të ngrohet. Unë para ca ditësh përndava atë videon që mbollëm disa gjëra, disa veggies, por mbas një 2-3 ditësh kishte bërë shumë ngritës jashtë. Edhe të gjitha ishin tharë, ose i morët më sysh nuk bërët mashallah. Bëj shaka. Megjithatë dje, ta bleva disa të tjera, nuk i kam bjell të thënë të drejtën, se prap kohën e ka dhënë të ftohtë. Sot ishte diku te 21-22 gradë dhe vendosa që të pastrojmë pakës këtu për jashtë, siç e shikoni, rraqet e fëmijëve, edhe lulet e mia të thara, por gjëja e mirë është që kanë filluar të mbinë përsëri, pra janë tharë vetëm ato të çelurat sipër, kurse rënja dhe kërcelli janë okay. Do marrin kohë sigurisht, por nuk do t'i shkull, që kështu do sistemojmë pak të për jashtë. Një ditë më përpara ka fryrë shumë erë dhe të gjitha ato polenat, ato të verdhat e pemëve e kishte mbushur, o zot, një plur që nuk dish të them, edhe nuk të bësh e mbar të dilni jashtë dhe të pije kafe, po kështu edhe të losni fëmijët se do merrnin gjithë plurin e mundshëm. Prandaj vendosëm t'i shkundim dhe kalamajt e mi më ndihmojnë. Ndërkohë burri erdhi para pak minutash, vendosi këtë bunch house-in të fëmijëve aty poshtë edhe iku prap në punë. Por nga që ishte shumë nxehtë, duket që frym pak erë, por shumë nxehtë, ata nuk ndenjën shumë aty poshtë dhe vendosën të më ndihmonin mua, ja ku kanë marrë fshesën, lopatën dhe të dy duan të njëjtat gjëra, se në të kundërt kërcet lufta. Tashi që po e shikoj, çadra nuk e pas kam hapur mirë. Shosi u tund ka nga era. Ka dashur edhe një herë të hapësh pak më tepër, po nejse varja. Dhe siç po thoja, tash ta fshi një herë, më kisha qef edhe ta laja, por tani edhe nuk mundem shumë të bëj gjëra që s'mundem t'i bëj. Duhet të merrja lart atë lavazhin. Me qenë se burri iku, nuk ja vlen dhe nuk e mora mundimin, thjesht thasht hajt ta fshi. Nuk është edhe aq keq se ka rënë shirat, por këto fenat e bardha, siç e dini, zen kështu si jeshile nga shiu, nga koha, dhe i kam inat. Një herë tjetër do i pastrojmë, të marrim lavazhin dhe t'i lajmë, po sot pastrojmë dhe ta shijojmë vetëm pak të diellin, të marrim frym për jashtë, po kështu kemi shumë pastrim për të bërë edhe brenda. Kur të marr lavazhin lart, dua që të nxjerr të laj edhe një tapet i cili nuk futet në lavatriçe fatkeqësisht. Edhe fëmijët e kanë bërë pis dhe do bëjmë një rrugë 7 punë kur ta ngjisim lavazhin, por sot kemi për detyrë të lajmë këtu për jashtë dhe të fshim vendin. I sistemuam pak sa mundëm, kështu nxora ujë që të losnin këta, sepse ndryshe nuk mbahen. Sistemova dhe vazat, kjo është pak a shumë pamja përfundimtare. Të gjitha këto vazo tu do mbinë, do i shikojmë që të bëhen shumë të bukura, mos i gjykoni tani. Faleminderit që na ndoqën, shihemi në videot e radhës.